Fillojmë me recetën. Në hedhim 6 vezë vetëm të bardhat, 1 gotë me sheqer, edhe vazhdojmë i përzim me mikser derisa të na formohet një shkum e bardhë e trash, sikur krem. Do ta shikojmë edhe pak ç'është duhet me u duk veza. Duke e rrahur kështu me mikser, po e vreni që po shkumon, pra veza po bëhet veç më e bardhë edhe e trash, pra si një krem kur përgatisim ëmbëlsirat. Pasi që e kemi rrahur mirë kështu, mandej i shtojmë edhe të verdhat e vezë. 6 të verdha të vezë. Pra mund të shtojmë një nga një, ose i shtoni krejt për një herë, si të doni. Edhe vazhdojmë me përzierjen për 2-3 minuta, kështu derisa të përzihet e bardha me të verdhën. Tash është gati edhe vazhdojmë hedhim përbërësit e tjerë. Do të shtojmë këtu 400 ml qumsht, ose 2 gota. Një gotë do ta shtojmë me vaj, 200 ml. Edhe një pako me kakao pluhur, ose përapërsisht 90 gram kakao. Vazhdoj me përzim pak, sepse kakao duhet që të tretet, pra të tretet mirë me vezën edhe me këto përbërësit e tjerë. Shtojmë një pako pluhur për pjekje të ëmbëlsirave edhe një sheqer vanilje për t'i dhënë aromë. Për të përgatitur ëmbëlsirën na nevojitet edhe kokos, 100 gram kokos. E përzim sërish me kokosin. Pastaj vazhdojmë edhe shtojmë gjithashtu mielën krejt, pra në fund. Kësaj recete do t'i hedhim 12 lugë miell, por po e vreni që nuk po i mbushi me maje. E përzim tash edhe miellën, edhe mandej pasi të përzihem mielli mirë, krejt në fund do të shtojmë edhe 1 gotë me arra. Mund të shtoni arra po të doni edhe më shumë, por besoj që ju mjafton 1 gotë me arra. E përzim, pasi që të përzihet mirë, vazhdojmë edhe e hedhim në tepsi. Gjithmonë kur përgatisni ëmbëlsira, mund tepsian, pra është mirë edhe jo, me lyj me margarinë. E kemi lyer tepsien me margarinë, e hedhim brumin e ëmbëlsirës, edhe tash ëmbëlsirën e kemi gati. Furrën e shporetit e kam lshu me u nxej në temperaturë 150 gradë, edhe tash e shtim edhe e pjekim në 150 gradë për 25 minuta. Në ndërkohë po vazhdojmë me përgatit shërbetin dhe në tenxhere po shtojmë 4 gota me sheqer. Për këtë recetë ju nevojitet 1 gotë që i ka 200 ml, edhe po vreni që unë s'po e mbushi plot gotën, sepse kjo gotë nuk i ka 200 ml, por është më e madhe. Pra 4 gota sheqer, 1 litër ujë. Edhe shërbetin e la me vlu për 10 minuta, jo ma shumë, mos na bëhet shërbeti i trash, por të bëhet një shërbet mesatar. Pastaj e la me uftof shërbetin për 5 minuta. Edhe ëmbëlsira, pasi që është pjek, me njëherë do ta shpojmë në disa vende, edhe do ta la ëmbëlsiren që të ftohet pak. Pra, shërbeti duhet të jetë i vakët, edhe ëmbëlsira të jetë e vakët. Pasi që të dyja i kemi gati, pra vazhdojmë edhe e shtojmë shërbetin. Pra po e them edhe njëherë, shërbetin e kam lanë për 5 minuta me uftoft, mandej ja kam hedhur ëmbëlsirës e cila është ftoft pak më shumë. Dhe tash po e vreni që ka fillu me e pi shërbetin nga dal. Ndoshta do t'ju duket që ka shërbet shumë, por ju them se nuk është shumë, pasi që dal shërbetin do ta thith ëmbëlsira
e mandej kur do të ftohet, do të befasoheni nga kjo ëmbëlsirë kaq e shishme që bëhet. Një recetë që ja vlen me provu secili. Pasi ta kemi hedhur shërbetin, me njëherë vazhdojmë edhe ëmbëlsirën e ndajmë. E ndani në pjesë me njëherë ashtu sa është e nxehtë, nuk e leni me uftof, kështu më let e pen edhe shërbetin. Po e vreni që me këtë recetë kemi përgadit ëmbëlsirë për shumë persona. Ideale është për me kafe, për mysafir, për veti, për shoqëri, pra kur ju dëshironi lirisht përgaditna sepse ja vlen edhe ka pak përbërës, një ëmbëlsirë tepër e lehtë edhe e thjeshtë. Krejt në fund po u tregoj si duket ëmbëlsira, është shumë e mirë. Nëse do ta provoni, ju boft mirë. Pastaj e leni në frigorifer që të ftohet tërësisht e pastaj mundeni me provu recetën. Kjo ishte gjitha që kishim përgatitur për sot. Mirëmbëjtje deri në recetën tjetër të radhës.